Në fillimin e këtij viti të ri akademik, u premtua se godina e ish-gjykatës së apelit në Vlorë do të kthehej në godinën e ardhshme të Fakultetit të Shëndetit Publik, por diçka e tillë nuk ndodhi, teksa qindra studentë të këtij fakulteti vazhdojnë ende studimet në një vend të papërshtatshëm për studimet e tyre akademike. Por siç mësohet nga televizioni 6+1 Vlora, kjo kërkesë nuk është aprovuar për shkak të një ndryshimi në vendimin e Këshillit të Ministrave. Konfirmohet gjithashtu fakti se shumë shpejt kjo godinë e ish-gjykatës së apelit në Vlorë pritet që të jetë godina e ardhshme e Shëndetit Publik. Më saktësisht, sqarohet se ndryshimi i pësuar në VKM që ka bllokuar këtë proces deri më tani lidhet me faktin e një kërkese të bërë nga punonjës të ish-gjykatës së apelit në Vlorë, që vazhdojnë ende të punojnë në këtë godinë, e cila prej muajsh ka marrë rolin e një sekretarie. Sipas kërkesës në fjalë, drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, është kërkuar që të mbahen në përdorim vetëm 2 ambiente, 2 dhoma të posaçme brenda godinës së ish-gjykatës së apelit për të grumbulluar aty të gjitha dosjet e çështjeve. Kërkesa argumentohet me faktin se janë dosje të shumta dhe madje voluminoze, të cilat nuk ka një vend sot se ku mund të sistemohen dhe grumbullohen. Ndaj është kërkuar një ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave, e cila parashikon ndryshimin e pronësisë së godinës. Ndryshimi që është kërkuar ka të bëjë me faktin që godina e gjithë t'i kalojë Shëndetit Publik me përjashtim vetëm të 2 ambienteve që do të funksionojnë si arkiv. Më konkretisht, në brendësi të Fakultetit të Ri të Shëndetit Publik në Vlorë do të jenë vetëm 2 ambiente që do të vazhdojnë në pronësinë aktuale, të cilat do të funksionojnë si arkive dosjeve. Brenda tyre nuk do të ketë punonjës, por punojësit do të vinë kur prej palëve të interesuara të ketë kërkesa apo edhe për gjatë proceseve gjyqësore që kërkojnë riahapjen e dosjeve penale arkivore. Ky ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave theksohet fakti se është miratuar tashmë. Me pak fjalë, kalimi i pronësisë së godinës së ish-gjykatës së apelit do të bëhet, por me përjashtimin e ambienteve të cilat janë kërkuar. VKM është miratuar dhe pritet që të hyjë në fuqi dhe të nisë transferimi i Fakultetit të Shëndetit Publik në godinën e ish-gjykatës së apelit. Konfirmohet gjithashtu fakti që studentët e këtij fakulteti në janar, në fillimin e vitit të ardhshëm, do të bëjnë mësim në godinën e ish-gjykatës së apelit në Vlorë, me përjashtim të 2 ambienteve që do të qëndrojnë të mbyllura.